Shtatania në pronësi të qytetarëve turq që transportonin gjithsej 28 ton kokainë me vlerë 10 miliard dollar janë sekuestruar në 3 vitet e fundit, sipas portalit lokal të lajmeve Hawk TV, më 23 maj. Kohët e fundit, policia italiane njoftoi një operacion që kapi anijen e 7 të quajtur ME në pronësi të kompanisë turke A në një port në Livorno me 2 ton kokainë me një vlerë tregu prej 600 milion dollarësh. Anija ishte ngarkuar me pluhur kakaoje në portin e Guayaquil në Ekuador. Ajo kaloi nëpër portin Colón të Panamas dhe portin e Cartagenës në Kolumbi, përpara se të lundronte drejt porteve të Vigos, Malagas dhe Valencias në Spanjë. Anija ndaloi gjithashtu në portin e Genovas në Itali, përpara se të mbërrinte në Livorno. Mendohet se grupet shqiptare dhe italiane janë pronarët e kokainës që u transportua. Në nëntor të vitit të kaluar, një tjetër anije në pronësi të kompanisë A me emrin IE u kap nga policia spanjolle e ngarkuar me gjysmë ton kokainë. Kokaina u gjet në një kontejner të ngarkuar me banane. Në tetor 2024, policia spanjolle dhe franceze sekuestruan 3.2 ton kokainë të gjetur në një anije të quajtur Ras në pronësi të shtetasve turq të identifikuar si IK dhe EO në një operacion të përbashkët në brigjet e Ishujve Kanarie. Në korrik 2023, ekuipazhi i anijes Plutus në pronësi të shtetasit turk TA hodhi 5.3 ton kokainë në det pranë brigjeve të Sicilisë. Policia italiane sekuestroi anijen. Në mars të vitit 2023, anija Singapore Sprit në pronësi të shtetasit turk ME u ndalua në brigjet e Portugalisë. Policia nuk arriti të zbulonte drogë në anije dhe la atë të vazhdonte lundrimin. Por ndërsa kalonte brigjet e Sicilisë, ekuipazhi i anijes hodhi 2.3 ton kokainë në det dhe policia italiane ndërhyri. Më vonë, emri i anijes u ndryshua në Eren Bulbul. Në gusht të vitit 2022, një anije me emrin Ocean Blue në pronësi të shtetasit turk Res u kap me 5 ton kokainë në brigjet e Sicilisë. Anija ishte nisur nga Bodrumi në Turqi, një qytet në bregdetin jugor të Egeut. Në janar, marina franceze kapi një anije në pronësi të një shtetasit turk të quajtur HBT pranë brigjeve të ishullit Martinik me 9 ton kokainë. Anija udhtoi fillimisht nga Stambolli për në Guinea Bissau në Afrikë, përpara se të lundronte nëpër Venezuelë dhe Kolumbi. Anija ju shit një kompani me seli në Panama 5 ditë para se të nisej nga Stambolli. Më 17 maj, Hawk TV raportoi se 9 ton kokainë e kapur nga marina franceze me vlerë 3 miliard dollar ishte në pronësi të baronit iranian Naci Zindasti së bashku me shtetasit turq AO dhe IY. Zindasti në një moment ishte në burg në Turqi. Ai u lirua me ndërhyrjen e të ndjerit Burhan Kuzu, një politikan kryesor në Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet në vend. Mendohet se Zindasti ndodhet aktualisht në Emiratet e Bashkuara Arabe së bashku me 2 shtetasit e tjerë turq në fjalë. Në janar, Turqia ekstradoi dritan Recepin, i njohur edhe si Gramoz Recepi, një trafikant famkeqi i kokainës në Shqipëri. Në vitin 2023, policia suedeze zbuloi informacione të klasifikuara, të cilat u ndanë me homologët turq në telefonin celular të një udhëheqësi të një bande droge, të cilit ju dha shtetësia turke. Shumë banorë të tjerë të drogës janë gjetur në Turqi, disa janë ekzekutuar, ndërsa bandat e armatosura përleshen shpesh në qytetet turke. Në vitin 2008, Turqia prezantoi ligjin e parë të amnistisë për pasurinë. Legjislacioni është ende në fuqi. Thënë thjesht, askush nuk pyet nga e morët këtë, kur dikush sjell para ose ar në Turqi. Në vitin 2018, qeveria e Turqisë nisi programin Pasaporte e Artë, që jep shtetësi në këmbim të një blerje e pasurie të paluajtshme me vlerë të paktën 0.4 milion dollar. Në vitin 2022, hyrjet e paidentifikuara të valutave të huaja në Turqi, në kuadër të llogarisë gabime dhe lëshime neto të bilancit të pagesave të vendit, arritën një rekord për 27 miliard dollarësh. Në vitin 2021, organi mbikëqyrës i Task Force-s për veprim financiar me seli në Paris e vendosi Turqinë në listën e saj gri. Në vitin 2024, vendosi ta heqë vendin nga lista. Rruga e kokainës ndryshoi në vitin 2017. Në këtë vit, policia franceze dhe holandeze shkodoi Encrochat, një rrjet komunikimi të koduar me bazë në Evropë që përdorej nga kontrabandistët e drogës. Në vitin 2021, policia belge dhe holandeze hyri në një rrjet tjetër mesazhesh të koduara, SkyCC, i zhvilluar nga Sky Global me seli në Kanada. Si rezultat i operacioneve u identifikuan trafikantët e kokainës dhe u godit rruga e kokainës nga Amerika e Jugut për në Antwerp, Rotterdam. Rritja rekord e konfiskimeve të kokainës nga policia turke që nga viti 2017 tregon se bandat kriminale nën presion për të zhvilluar një rrugë të re tranziti, duke patur parasysh konfiskime të mëdha në vendet europiane, kanë kaluar në një rrugë përmes Turqisë. Departamenti turk kundër narkotikëve e ka përsëritur këtë fakt në raportet e tij vjetore që mbulojnë qarkullimin e drogës. Nuk ka dyshim se roli i Turqisë si vend tranzit për kokainën është zgjeruar vitet e fundit.
Zyra e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin e ka theksuar disa herë këtë në raportet e saj vjetore globale mbi kokainën. Një pjesë e kokainës që arrin në Turqi vërrim pasi kalon tranzit nëpër Afrikën Perëndimore. Një pjesë vjen direkt nga Amerika Latine. Nga Turqia, kokaina që del jashtë rrjet drejt perëndimit përmes detit të Zi dhe Ballkanit në një rrugë tradicionalisht të lidhur me trafikimin e opiateve dhe kontrabandën e cigareve. Fqinji i Turqisë, Greqia, ka parë gjithashtu rritje të sasive të tranzitit të kokainës në vitet e fundit, pjesa më e madhe e së cilës ka destinacion të njëjtën rrugë ballkanike dhe tregjet e Evropës Perëndimore. Brazili dhe Ekuadori shpesh gjenden të kenë qenë vendet e nisjes për ngarkesat e kokainës së sekuestruar. Turqia konfiskon rregullisht kokainë në portin e saj të Mersinit, në arka bananesh të dërguara nga Ekuadori, ndërsa policia evropiane dhe Amerikës së Jugut konfiskon rregullisht anije që transportojnë kokainë të destinuara për në Turqi. Analistët që vlerësojnë tregtinë e drogës zbatojnë një rregull të paraafërt 1/10 për të vlerësuar një fluks aktual të drogës bazuar në sekuestrime me shumicën ndërmuese të drogës që arrin në tregje, shkruan Intel News. Dërgesat e bananeve konsiderohen si të dyshuarit në tregtinë e kokainës. Dërgesat e djathit janë gjithashtu të njohura për dispečerët e kokainës. Ekuadori eksporton çdo vit rreth 3 milion ton banane. Operatori turk i portit Yellport Holding, një njësi e Yildirim Group Holding, bleu të drejta koncesioni portual 50 vjeçare në Puerto Bolivar në Kolumbi në vitin 2016.